Një moshkull që është i pashëm, ka vënu biznes, ka parë, është biznesmen i mirë, edhe e mon veten, është i sjellshëm, i ka kretë senet, i ka kretë gjanat që çdo njeri e ndërron me pas moshkulli vet. Domethënë çdo femër e ndërron mi pas burrit që do martoje. Tash ti si femën ç'a i ofron këtij moshkullit? Ç'a i t'i ofron dhe moshit? Tash do flasim do fakte tash këto, se nuk do fshef namaz gishtit. Ti si femën ç'a i t'i ofron këtij idealit që të ketë vëmendjen te ti? E t'i ofron virgjërinë tënde? Apo je si tona femrat, çfarë veçon ke ti që ki moshkull të marrë ty për grua dhe të martoje, e që të bash pjesë në gjitha këto gjëra që ka arrit? Çfarë i ti ofro këtij moshkullit? Nëse ti je femën e zëvendësueshme nëse si tjera, nëse e merrni virgjërinë, domethënë Zoti e ka krijuar virgjërinë diçka të shejtë, edhe nëse e merrin virgjërinë se dolin do femre feministe rrin t'ju thanë bani qef motra, knaqni shalt motra, mos rrini të gëgjuar meshkuj preventiv. Okej, a doni moshkull tregullt, a doni moshkull familjar, a doni moshkull që hec domethënë që ka vizion, mos më shku marr me çan punë shtëpi fitness, marr më çu Maldives kur doni më shëtetë me çan gjithmonë moshë familjar, edhe ti largoni këto frikat. Ç'a jeni ti afru ju këto moshkull si femra? Do të flasim gjatë drejt sikur janë. Ç'a jeni ti afru? Ti afru virgjërinë ti? Nuk po flas për femnat që e kanë vazhdu një lidhje serioze, janë taku familje me familje, edhe janë mundu me bo diçka serioze edhe s'ju ka hec. Nuk po flas për femnat tilla. Është pak delikata se kjo është delikat shumë, do të më bisedu, s'mund ta bisedoj me video se do të më qenë një çështje konkrete me marr, me analizu edhe me thënë. Po nuk po flas janë do desanet veçanta që kanë një farë hapësyre që logjikojnë që i moshkulli e pranon. Po këto femra që dalin sot TikTok, edhe domethënë këto sa në TikTok e rrjetet sociale dhe mjet përditshme, që kërkojnë këtë moshkullin perfekt, këtë moshkullin ndrimtar, që ekziston një përqindje shumë e vogël në këto meshkull, nuk janë tanë. E kërkojnë to me pas këtë moshkull, mi ble makina, me ble sane, ble gjona, me i bë për grup për shtëpi. Edhe mas mi tradhtu ki moshkull, edhe mas mi tradhtu. Ç'a je të afru ti, që unë ty të marrë për gru, që unë ty mas tradhtoj? Ti e zëvendësueshme, qa për seks? Për femën? Që ti që gjejt gjasma për të knash ato marrëdhënie seksuale? Si të kuptu se që janë ju bon feministët, janë dy shpëllat trunin. Nuk është diçka primitive. Se kur deni ju, mësoni vajzët e tuja, edhe ju nana, edhe ju baba, mësoni vajzët e tuja që t'jenë diamanta. Se kur të rritet ta gjeni një moshkull që i plotësojnë kushtet, një moshkull që është taman familjar, sikur duhet me qanë, tjetë edhe mas ta zëvendësojë me dashnore. Edhe ai moshkull ta ke gjithmonë menjen se kjo femën nuk është e zëvendësueshme. Se po më hiku kjo femën, unë s'mu ta gjej ma. Nëse ti e femën, sikur është krejt ajo. Barazia, atëherë motër mos u çoj pat motër. I ke prik shumë. Nuk po tham për gjitha femnat, është janë raste shumë veçanta që janë kështu. Po për tjera raste si ju delni natën girls night, këto night, edhe jeni shpartalloni herë mirë ani e këtena, edhe tash pa pritur venost ju për me gjithë burr që ju duron.